është një propozim i partnerve Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe BE-s. Prapa shtesat do të qëlloj që ti për mënyrën se si është, por propozimin në thelb, megjithatë okay, ja lë në çmim pjesës tuaj. Jeni interesant pak, si interesant. Zoti Xhafaj, zoti kryeministër mësohet se e ka zbuluar një pjesë të mirë të përmbajtjes në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. A mund na sqaroni disa nga pikat kryesore çfarë përmban ky? Falë, unë jam përfaqësues i Partisë Socialiste. Jam kryetari i komisionit të posaçëm parlamentar për reformën në drejtësi. Nuk jam përfaqësues i Partisë Demokratike, që përpara se kur ulem negociatorët marrin ndjeni për atë çfarë do negociojnë nga televizion. Më vjen keq, unë kam shumë respekt për punën tuaj. Ju kulem për sakrificën që bëni që rrini me orë tëra në diell, por kjo është një gjë që është duke u negociuar, së paku kemi rënë dakord që kur ka negociat do të jemi dhe konfidencial. Dhe kjo është shenjë serioziteti dhe pjekurie politike. Nëse doni ta mësoni këtë gjë, shkoni prapë te Partia Demokratike, ta bëni me PowerPoint që do. Unë nuk mund. Sigurisht se mbështet të filozofinë që keni ju, sepse ka kërkuar dije transparencë. Po. Pyetja është e lishme edhe mund të jap një përgjigje për një gjë të faktit, për një marrëdhënie që ne kemi me partnerin tonë në koalicion, me LSI-n. Ishte një kërkesë e natyrshme që të informohej kryetari i grupit parlamentar për negociatat, për ecurinë e tyre, dhe kjo gjë është bërë prej meje në ditët në vijim mbas asaj kërkese dhe sot që po flas. Më falë, atë lutem, ata mbaroj pyetjen që ta ezaurojmë këtë çështje, apo këtë keni dhe juve? Po. A është anashkaluar komisioni dhe kuvendi nga negociatat, nga informacionet që kanë qarkulluar ditët e fundit në media, duket se negociatat janë spostuar në një tjetër selia të qeverisë? Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, për arsye sepse unë që jam kryetari i komisionit dhe që jam përfaqësues i partisë politike, njoh deri në detaje çdo propozim që i kalohet Partisë Demokratike. Deri në çdo detaj. Nuk po negocion më me ju dhe me komisionin, pasi sipas tij. Po zoti Bylykbashi, komisioni është duke funksionuar normalisht. Zoti Bylykbashi do bënte mirë që të vinte në komision, të vinte në komision të ligjeve, të ushtroj detyrat dhe përgjegjësitë e tij parlamentare, po nëse nuk është i kënaqur me këtë që po bën, mund të vazhdoj të dalin në selinë e Partisë Demokratike dhe të bëj politik nga selia e Partisë Demokratike. Unë, kur flas për komisionin e posaçëm parlamentar, flas për atë që është duke zhvilluar komisioni konform rregullore së kuvendit dhe me praninë e partnerëve ndërkombëtar. Besoj se ata nuk mund të marrin pjesë në një gjë që nuk është legjitime. Përgjigje i dha zoti të Vasilit. Nuk është ndjehet e anashkaluar LSI-ja, sepse edhe një. Dakor. Bëhet pyetje ju? Kam drejtë në përgjigjes unë? Po. Zoti Vasili është antar i komisionit posaçëm parlamentar. Dhe përkundër asaj që thatë ju, zoti Vasili është i pranishëm rregullisht në çdo mbledhje të komisionit të posaçëm parlamentar, bën pyetje, bën vlerësime, bën propozime dhe bën diskutim për çështjet që jemi duke diskutuar, projekt ligjet që kemi në shqyrtim. Dhe është një ndër antarët aktiv të këtij komisionit posaçëm parlamentar. Për sa i përket çështjes që lidhen me negociatat, ishte çështja e njohjes më mirë në detaje, në mënyrë që ai të kishte mundësi që të informonte grupin e tij parlamentar. Jemi takuar me zotin Vasili, i kemi sqaruar gjithë këtë aspekt të veçantë. Pra flasim për një komponente të procesit dhe që zhvillohet jashtë komisionit të posaçëm parlamentar. Normalisht, sepse nuk është një negociat që bëhet në komisionin e posaçëm parlamentar, në mbledhjen e komisionit posaçëm parlamentar, po bëhet ndërmjet dy forcave politike, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, grupit parlamentar Partisë Socialiste, grupit parlamentar për të negociuar një çështje të vetme, për shkak sepse dihet që 99%, siç kanë thënë edhe zoti kryetari i Partisë Demokratike, janë të dakorsuar edhe vetë Partia Demokratike. Zoti Xhafaj, ju lutem, propozimi Mera. Mbaroj me qenisa për të arritur një kompromis. Do të ishit dakord që të pranonit propozimin e Partisë Demokratike që përfaqësuesit e komisionit të vettingut të përzgjidhen nga majoranca dhe opozita në ata të përbashkët në posaçëm. Edhe një, a jemi apo s'jemi ne për kompromis, po ju them një gjë. Ne kemi dhënë jo një,
mundësi, jo një propozim, jo një alternativ për të negociuar dhe për të marrë konsensus në Partisë Demokratike, por po ju them publikisht me përgjegjësi së paku 4 të tilla me shkrim. Nga të cilat, 3 nga të cilat, dakor. Unë kam pikpamjen time. Ju ndiqni atë bindjen e zotit Byli Bashit. Tash po më dëgjoni mua kur të, po mirë, dakor, kur takoni me zotin Byli Bashit, thojani këtë gjë. Nga të cilat, 3 nga të cilat janë në dakordësit plot me partnerët ndërkombëtar, përfshi dhe këtë që është duke u diskutuar. Zoti Xhafaj, për këtë i kisha pyetjen. Propozimi i partnerëve ndërkombëtar, a është pranë atyre njërës nga formulat që ju i keni dhënë Partisë Demokratike dhe a lë realisht hapësirë për të finalizuar në 21 korrik? Për ne po. Zoti Xhafaj, një pyetje lutem nga Selia sot i ka dalë nga Partia Demokratike fakti se do të pranohet komisioni me antar të barabartë. Më vjen keq. Ju a kam thënë edhe një herë, u thashin në fillim të kësaj interviste që po u jap. Çështjet që janë në diskutim, në dialog, nuk është serioze, nuk është pjekuri politike dhe përgjegjësi politike që unë t'i bëj në publik. Po mirë, unë nuk bëj pjesë te këta. Gjeni atë të Partisë Demokratike t'ua thot. Faleminderit.